të tjere, i mbështetësin aftësive tjere, tha unë e ju mbështetë Allah subhanahu wa ta'ala, këto janë 8 mesele, tha që unë i kam mësu prej tjere, tha ti e prej atinve djetarve të ahiretit, ti e prej djetarve të ahiretit, parësie se në këtë ko, munges e madhe ashtë, që mungojnë djetar e ahiretit, kanë thonë djetarët islam për para, me prej shenja djetarve të ahiretit, se ato nuk gjelezojnë për një them që ja ka dhonë dikuj tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thonë Hudhejfe radiallahu an, iyakum wa mawaqiful fitan, qila wa ma hiya, qala abwabul umara, yadkhulu ahadukum ala al-amiri fayusaddiqu bil kadhib fayaqulu ma laysa fi. Kanë thonë Hudhejfe, keni kujdes dhe mos u ndalni të dirt e sprovave. Ka thonë tile që janë dirt e sprovave, ka thonë dirt e sprovave janë dirt e qeveritarve, janë dirt e qeveritarve, për arsye se ku të kishe kontakt me to shpes, ndoshta ato e thojnë për vërtetën, edhe ti së një thue se thanë qashtu, edhe del prej pallatit ati, del prej pallatit ati, e Allah është i dhnum të ti, ose ja thue të vërtetën, e pastaj del edhe ti krenohet dhe thua, une filonit, birit filonit i kam thonë qështu në fi, atër e krenohesh me ata që e ki punu për Allah, për këta djetarët islam për para, kanë hikën prej pozitave, ju kanë larguën përgjithësive, kështu e Hanifja njoni prej atinve ka qenë, i cili ka vdek në burg, a dinu laj dashër pse ka vdek në burg, ka vdek në burg se ka nuk ka pranu a i me konën, nuk ka pranu a i me konë gjikat, i ka thonë khalifja ati zamonit, i ka thonë Ebu Hanifës ti do të bënë gjikat, ka thonë ja, se Ebu Hanifja është i dopë, o filan, sa Ebu Hanifja është i dopë për këtë vend, sa ti do të bësh edhe zban, sa pse je i dopë, a ban me më tregu, sa se Ebu Hanifja mu bënë gjikat, sa mas parin gjithtije duhet me qu, sa mu bënë Ebu Hanifja gjikat, ma i spari ti duhet me dënu, sa Ebu Hanifja mas i këta se ban, sa Ebu Hanifja nuk e pranat. Atër Ebu Gosën rahimahullah, Ebu Gosën deri sa vdic në burkin e këti zullumqari, edhe vdic në pendrakat e padrejtsive, për këtë arsë për shka, për arsije se nuk pranoj pozit. Kur i thojshin djetarve të parton, edhe i thojshin, e ja banu gjikat që gjikoni, sa ja, se diturin e kemi kërku mund gjallë me pengamer, nuk e kemi kërku diturin mund gjallë me mbretat, ato që i cilët pranojnë, letë kështu, në këtë manirë pranojnë që i më konë gjikat sa bile jo që i pranojnë po edhe lakmojnë, ato faktikisht e kanë kërku diturin, që i përpo ullë në për këto kultuke, për ata dhe bereqeti ashtë shumë ma i vogël, po bereqeti ma i madhë ka qenë të ato, se e kanë kërku këtë dituri mund gjallë me pengamer të Allah subhanahu wa ta'ala, pa ashije se pengamer të Allah, këtë pasuria kanë lonë, pasarësëve të tire, edhe prej shenjëve të ulemove të ahiretit janë konë, që janë konë të kujdeshëm për kohën e tire, janë konë shumë të kujdeshëm për kohën e tire, kanë kalu para kafiqeve dhe kanë thonë, mu konë këto që argjojnë kohën, mu konë të nëjshesin kohën e kishmi blej për i këtirme, janë konë aqë të kujdeshëm mëraveshi, transmeton Imam Neovi u thot, trupi em 2 vjet me rap, kur njëherë nuk ka shtrime po shurrak, ka thonë duke kërku ditori, ka qenë njoni prej djetarve kanë qujt, Ali ibn Aqil, e ka shkujt një liber, njënën prej libra vetëm, i ka 600 vëllime, a i tregon dhe thot, kur e ka thonë ma shumë, ma keqëm ka arë, kur ka arë koha me ngronë buk, ka thonë pararësie se mu ka dhim të ato 2 minuta, që i kam hargju në ato kohë, kur e ka bushqe barkun tim, pa ata fa e përmërshit që të nanën time, që kafshatët e bukës të mi ullë, edhe të ha ma shpejt, se sa të i len këtë mëni edhe kohën time ma shrejt ma argjon. Këto kanë qenë ata që na i ka këto bura, që na kanë përqel këtë dituri,
dhe na ka ardhur deri te na, që i bereqetet e diturisë të atinve, sot e kësaj dite na jena duke e pa, sot e kësaj dite bereqeti fjalëve tine, ashtu duke zonë zemrët tona, nuk janë fjalët e tona, po janë fjalët e bereqetit të ulemave djetarve, që e kanë sakrifiku çdo sen, për me ardhe me mësuti vllai dashur, një fjalë të Allah dhe një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që Allah me qenë razi me tije, edhe me dasht edhe ma shumë, se Allah i donë ma shumë djetar, e lusmi Allah subhanahu wa ta'ala, që na ban prej djetarve të ahiretit, mos na ban prej djetarve dunja, që ka thonë pejgamberi sasem, men talebe l'ilme li ubahi bil ulema, kush kërkon dituri, që tregon miskulaturat e atyre para djetarve, e u ju mari bi sufaha, ose që kërkon dituri, që të ban hajgare me ato që zdin, e u ljësrife u gjuhen nasi i lej, ose kërkon dituri, që të bëhe gjemot edhe të mledhe ka vete e ti, ka thonë let pregaditet për një vend në gjenem, e lusme Allah subhanahu ta, mos në ban prej atinve që e kërkojmë këtë mënirë dituri, ta ban prej atinve që e kërkojmë diturin për hirtë Allah, ta ban prej atinve që i mësojmë di fjallë të Allah në mënirë që të ngritmi më lartë gjennet, ta ban prej atinve që me lagjet të cilët më të ndërshme krijesat, i shtrin krahët e atyre, për talebët për ato që e kërkojnë dituri, a ditë kur i nis me kërku dituri, a ditë kur ki dalë për shpirës tane, me ardhe me më gjegju një fjallë të Allah, le ta dish fort mirë se jo të pikët e dunjas të kanë shtru, po krahët e me lagje e të kanë shtru, edhe ti me hesë mbi ta, a ka krenari edhe a ka ndermat malë se kja, këta ja ka bo Allah, vetëm atinve të cilët e lipin diturin, e lipin që të mësojnë këtë din për hirtë Allah subhanahu ta dhe për hirtë pejgamberit sase. Pa ata musliman duhet që i kohën që e kanë edhe ma shtrejt me dhonë për Allah, as mjaftojnë gjithë këto orë, gjithë kjo dit e madhe që Allah subhanahu ta ne ka dhonë për me fitu për dunjallëk, a nuk e meriton Allah që me adhon atine një orë në gjithë, që me imsu disa fjallë të ati, Allah pejgamber ka zbrit, libra ka zbrit, edhe me laqet i ka zbrit për ti o njeri, që ti të njofsh hakin dhe të fitoj gjennetin, e ti bashko prat edhe për këto minute që Allah ti ka dhonë, bashko prat edhe këto që të Allah të njën, bashko prat që Allah ka pejgamberi sasem ka thonë, a din se në me gjlisët, ku të regot fjallë Allah, zbrit rahmeti Allah, dhe Allah në qëllë lavdrohet me i thonë, a pat filoni dhe filoni dhe filoni, kanë ardhja për qefer, vetëm që din dëgjoj fjallë të mija, a kjo mjafton dëshmija Allah, se filoni më donë për ata ka ardhë, se vallaj, mos me më pasdash kishte ardhë, aj mu për mos me pasdash mu e kur njëherë, se kishte nda këtë ko, atëre transmitohet me një rivajet dhe thoj, jarab, me da që thojnë, o zot, filoni s'ka shku me ngu, filoni ka shku me shpionu, filoni s'ka shku me ngu fjallë tua, filoni ti ka ra rruga, Allah u thot bani selam, se edhe filoni ne kanë më shiru, se janë me gjlise që, ku të ngritën ka thonë më shirohen të gjithë, e lutmi Allah subhanahu ta, që Allah me më shirën e madhe të atit në më shiron, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah.